Miqprizmus. Sigurisht që në një kapërcim si filozofike dhe ideor të një proteste cila tashma ka marrë formën dhe trajten më të shëmtuar që të mundet të marrë, duke i ngjarë në një anë jakobinëve, në anën tjetër protofashistëve dhe sigurisht proto-bolshevikëve, po me gjasat mëdha që mund t'ju ngjajnë plotësisht. Bën edhe gabimin e madh sepse të gjitha ato që mund të konsiderohen akuza të drejta për një elitokraci dhe qeverisje prej 35 vjeçare të shkojnë në një dëm të jashtëzakonshëm në bazë të një trushkullje, një marrëzie filozofike dhe politike, jo vetëm të kërkesave absurde, por njëkohësisht të fillimit, humbjes durimit dhe kërcënimit me bllokime rrugësh, bllokime shtetit, me marrje sfarë, me thyrje Kafkas si dikur, me plumin ballin dhe me element tillë idiot të shëmtuar, të cilat sigurisht janë kudo në rrjete, kudo ballas. Bile një pjesë e televizioneve fatkeqësisht trufare edhe ato i japin e i demonstrojnë individ nga më të ndryshëm që marrin përsipër të bëjnë ekzibicionin e tyre dhe që mund konsiderohen dhe drejtues proteste, aty të gjithë janë drejtues, 2000 vet mund drejtojnë protesten, kërcënojnë me bllokimin e vendit, me sigurisht pastaj edhe tërheqjen zvarr. Tërheqjen zvarr dhe kërcënimin ndaj policisë, ndaj prokurorisë, ndaj shtetit në përgjithësi, ndaj kryeministit e të gjithëve, me një marrëzi të jashtëzakonshme që i lejon shpërdorimi i demokracisë. Se sigurisht, po ta kishin përdorur këtë gjë Gjermani, shumë shpejt do t'i kishte ndërhyrë jo policia, po gjykata dhe mirë që do ishin prangosur, por do kishin paguar një gjob të jashtëzakonshme, do bënin burg. Sigurisht gjuajnë të parët policin, gjuajnë me vezë, gjuajnë me shishe, thyen edhe heqin kapelet, gjuajnë me çka kanë dorë dhe pastaj kur policia ndërhyn thonë ishte brutalitet. Ndihmohen nga Berishkët edhe nga partia marrisht e deformuar nga Sali Berisha, dhe sigurisht fillojnë ngjajnë të dyjave. Ngjajnë të dyjave duke u bërë si gardistat e kuq të kohës Mao Zedongit, të cilët pastaj shkonin linçonin të gjithë ata që nuk ishin dakord, ose që këta mendonin që nuk janë dakord. Ju kujtohen ato tunet e atyre librave të kuq të Mao Zedongit, që ishin gardistat e kuq. Hypnin edhe pa gjyq pushkatonin, ose bënin gjyqe somario, gjyqe kolektive, ku gjithë i kemi provuar dhe ne, kur gjithë pastaj çohenin dhe shanin. Turma krejtësisht pastaj pa tru, pa mendim, turma gjithsesi pa mundësinë bësh dialog, me ultimatume dhe njëkohësisht sharje dhe fyrje, dhe sigurisht zbatohen të gjithë marrëzirat e turmës, të cilat nuk janë më revolucion, po janë një konglomerat fatkeqësisht që nuk sjellin kur gjë tjetër, por organizimin pastaj në atë që u thash përpara. Në fashizëm ose në bolshevizëm, në komunizëm. Edhe fashistat kur kanë ardhur në pushtet dhe kur kanë bërë marshimin në Rom, kishin shumë të drejta në fjalët e tyre, absolutisht po. Ne e dim që sikur na kanë mësuar, sepse ideologjia kështu të mëson, ideologjia idiote mbrapa komunizmi, që ata i kishin gjitha fjalët e padrejta, nuk i kishin padrejta. Kishin prekur disa prej elementeve që me të vërtetë atëri shoqërinë italiane të asaj kohe kishin dëmtuar jashtëzakonisht. Po ashtu dhe nazizmi. Por pastaj kur erdhën në pushtet filluan të vrasin. Morën përsipër të gjitha gjërat. Edhe këta kështu thonë. Të shkrihet qeveria, të shkrihet kryeministi, të shkrihet edhe parlamenti, se i bëjmë ne, i zgjidhim ne gjërat. Po ky është fashizëm, janë fashistoi të vegjël. Këta duan të dalin jashtë sistemit. Ose bolshevik. Të dy palët duan të dalin jashtë sistemit, o të kontrollojnë sistemin, të shpikin sistemin tjetër, o të vinë. Po nuk ka sistem tjetër. O është demokraci, është diktaturë, tirani. Dhe këta sigurisht po refuzuan demokracinë, rregullat e saj, sistemin, gjithçka çfarë të shpikin është diktaturë. Është o fashizëm o komunizëm. I kemi provuar. Edhe komunistat me fjalë të bukura vinin.
me ëndra të bukura të jashtëzakonshme, me drejtësi sociale, me mrekullin e popullit, zërin e tij e gjitha pastaj vranë popullin e tyre, edhe fashistët ashtu erdhën. Me mrekulli sociale erdhën ata, me drejtësi sociale të jashtëzakonshme, sociale, nacional socialistë edhe nazistët. Po çfarë bën? Asgjë tjetër përveç se mirë viktimat e luftës, por edhe viktimat e luftës brenda llojit edhe njëkohësisht reprezalje që kishin në luftën e klasave në komunizëm dhe në luftën e sistemit, diktaturën, tiranin, krimin që kishin nazistët. Në këtë pikë, absolutisht edhe pse janë për të akuzuar edhe për të çuar në burg shumë nga pjesa e elitokracisë prej 35 vjetësh, në korrupsion edhe në sigurisht në absurd të grabitjes së vjedhjes, këta që me të vërtet duan të abrogojnë demokracinë janë edhe më keq. Absolutisht më keq. Këta marrin përsipër të thyen sistemin këtu kemi. Të thyen drejtësinë, të thyen presidencë, të thyen gjykatën e lartë, të thyen gjykatën kushtetuese, se s'ka veprim që mund të bëhet në sistem pa u futur këto organizma, pa u futur parlamenti, pa u futur të gjitha. Këto nesër kanë për të mbyllur dhe media, nëse do i shpallin armike. Këta i kanë shpallur armike që tani. Pra kemi të bëjmë me fashistoid dhe me bolshevik të vegjël, kuptohet, të cilët sigurisht ky shtet, Edi Rama, po i toleron, nuk e di për çfarë i toleron. I toleron se s'ka fuqi, apo i toleron sepse do që ata të bëjnë figurën e keqe dhe të rrudhen, kjo është për të diskutuar. Po i toleron në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe nuk është absolutisht e arsyeshme. Është jashtë arsyes. Dhe të thotë kushdo, ata që duan të shkatrojnë sistemin demokratik, ata që nuk duan më t'i binen sistemin demokratik, ata janë o fashist o komunist. Dakord, miqtë mi?